Evropa është krijuar, kur u krijua me klubin e Romës, është krijuar me parimet për të qenë një klub i krishterë. Kjo është arsyeja pse Turqia për shembull nuk është bërë kurrë pjesë dhe pse ne gjithmonë na ka shtyr, sepse nga pikpamja doktrinare ata janë krijuar për. Por ne jemi pak kulla, ata në Evropë kanë një lagje, Parisit ka musliman më shumë se sa ka Ballkani. Lefebrianët, e di shumë mirë në atë punë, po Lefebrianët kundërshtojnë saktësisht këtë gjë sapo thëti. Sepse kanë problem në shoqëritë e tyre nga brenda. Po le të vim tek ortodoksët. Pse grekët kanë betë ortodoks? Apo kanë qenë baza e ortodoksizmit? Sepse gjuha me cilën është folur baza e ortodoksizmit është Konstantinopoja. Pra, në Stamboll ka qenë baza, edhe është baza. Kanë qenë grekët? Jo, është folur në greqisht. Nëse ka qenë grekët. Ata realisht janë turqë. Turqit e sotshëm, turqit europian. Por cilët kanë folur greqisht, sepse kjo ka qenë gjuha globale, sepse mos harrojmë, Krishti ka pas folur aramaisht. Po, e qartë. Dhe aramaishtja është një gjuhë që është ruajtur në Siri. Pra, kur flasim për antisemitizëm, mua më vjen shpesh të qesh, domethënë, se ata që flasin për antisemitizëm nuk e dinë çfarë është antisemitizmi. Jo se dinë. Se nuk dinë çfarë është semitizmi. Jo se dinë. Dhe nuk e dinë që shumica nuk e dinë. Nuk e dinë që edhe aramaishtja, edhe arabishtja, gjuha fenikase, gjuha babilonase, edhe gjuha arabe, edhe gjuha hebraike, janë gjitha gjuhë semite, janë gjuhë motra. Edhe madje gjuha e këtyre e koptëve të Etiopisë, edhe të Egjiptit. Apo të Etiopisë, po. To janë gjuhë semite. Dhe kur themi antisemitizëm, nuk kuptohet vetëm hebrejt. Ti je kundër Izraelit. Antisemitizëm do të thotë kundër një bote të tërë, sepse këto janë gjitha popullsi në themel, janë gjitha popullsi vllazërore ose motra kur kanë lindur në origjinën e tyre. Dhe kjo është arsye pse kanë të gjuhë të ngjashme. Gjuha armene, për shembull, kisha armene shumë e vjetër, gjithashtu ka një. Dhe këta e kanë ruajtur pra besimin e kanë trashëguar me këto gjuhë. Gjuha greke është gjuha globale me cilën ortodoksizmi është përndar këthe. Po kur u çan ata? Në vitin 1000, kur lind panrusizmi, lind kisha ruse. Cila është ideja e kishës ruse? Dhe lind atje ku është Ukraina sot, atje ku është lufta sot. E rëndësishme kjo. Kjo shumë e rëndësishme, se njerëzit nuk po skuptojnë këtë, nuk mund të kuptojnë dot procese tjera. Ortodoksët rusë, të cilët janë dhe numri më i madh i ortodoksëve në botë. Pra kisha ruse është ajo që ka numrin më të madh